Dështimi i 14 me radhë për konstituitimin e Kuvendit të Kosovës ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik dhe politik. Një prej reagimeve më të ashpra ka ardhur nga kryetari i Aleancës Kosova e Re AKR Behçet Pacolli, i cili përmes një postimi në Facebook ka shprehur indinjatën dhe zhvillimin e tij të thellë ndaj sjelljes së deputetëve të zgjedhur të Kuvendit. Pacolli ka kritikuar me tone të ashpra mënyrën se si po sillen përfaqësuesit e popullit në seancat e Kuvendit, duke i cilësuar ata si të papërgjegjshëm dhe të padenj për detyrën që u është besuar nga qytetarët e Kosovës. Ai ka theksuar se mungesa e vullnetit politik dhe neglizhenca për të përmbushur detyrat kushtetuese janë treguesi qartë se shumë prej deputetëve aktual nuk e meritojnë besimin që u është dhënë më vonë. Pa pikë turpi, deputetët e Kuvendit të Kosovës hynë në sallë vetëm për të larguar pas 5 minutash, pa diskutim, pa vendim, pa përgjegjësi, por me pagesë. Kjo është tallje me qytetarët dhe me shtetin, ka shkruar Pacolli në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar se kjo sjellje është shprehje e mungesës totale të seriozitetit institucional dhe se përfaqësuesit aktual nuk janë në gjendje të zgjidhin as problemet më të vogla të vendit. Sipas Pacollit, ky cikël i pafund i dështimeve për ta funksionalizuar Kuvendin po çon vendin drejt një krize gjithnjë më të thellë politike dhe institucionale. Ai ka shtruar pyetje direkte për qytetarët: popull, apo e shihni të keni votuar? Ai kuptoni se këta përfaqësues nuk kanë as vullnetin, as guximin, as përgjegjësinë për ta zgjidhur as problemin më të vogël të vendit. Pacolli ka bërë thirrje të gjitha partive politike që të lënë anash interesat personale dhe të fokusohen në interesin e përgjithshëm të qytetarëve. Ai ka kërkuar që të krijohet një konsensus i gjerë politik për ta çuar përpara procesin demokratik, për të rikthyer funksionimin normal të institucioneve shtetërore. Reagimi i Pacollit vjen në një kohë kur frustrimi i qytetarëve me klasën politike në Kosovë është në rritje për shkak të stagnimit të proceseve etike për vendin, siç janë reformat, zhvillimi ekonomik, dialogu me Serbinë dhe integrimi ndërkombëtar. Mungesa e konsensusit për zgjidhjen e kryetarit të Kuvendit dhe për formimin e qeverisë së re ka paralizuar jetën institucionale dhe ka lënë shumë vendime të rëndësishme pezull. Kjo situatë ka rikthyer diskutimin për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja si mënyrë vetme për të dalë nga kriza politike. Megjithatë, një zgjidhje e tillë do të kërkonte kohë dhe do të shpenzonte burime të mëdha në një kohë kur vendi përballet me sfida të shumta ekonomike dhe sociale. Në fund të reagimit të tij, Pacolli ka bërë apel për reflektim të menjëhershëm nga të gjithë aktorët politik dhe ka shprehur bindjen e qytetarëve se Kosova meriton përfaqësim shumë më të mirë dhe më të ndershëm se sa ky që po u ofrohet aktualisht.